Hajdutët janë qesharak. Besoj e keni pa lajmin gjithë sot që i morën emrin aktores njohur Anila Bisha për ta përdorur te diella për të shit tangërllik në të gjithë botën. Edhe tani nuk i japin lekët, nuk i japin lekët sipas kontratës për emrin. Pra pak a shumë ka ngel spektakli diellës Maroj u tret dielli dhe hajdutët bëjnë ato që dinë me bë më mirë, ta marrin emrin, ta përdorin e pastaj s'tjapin as para për drejtat e imazhit. Këto ditë kanë dalë edhe disa dhëna se si e përdor inteligjencën artificiale Maqedonia, Serbia, edhe Kosova. Pra gjithë e përdorin gjitha shtetet fqinje, që nuk kanë shit tangërllik në përbot me diella me artikuj ke New York Times të sponsorizuar në mjetet italiane, britanike. E kanë marrë inteligjencën artificiale dhe e përdorin në industrinë e prodhimit. Këtu ne që s'prodhojmë dot as i grosh, as i gosht, as i kunj shkrep se nuk prodhon ky megalomani që shet tangërllik në për të gjithë botën. E përdor diellën për të dhënë certifikata familjare dhe ato nuk i jep se nuk punon në Albania, ose për të dhënë i kështu dhënat e bizneseve, të cilat edhe ato ju ka bos borim duket i ka përla dhe ka 2-3 muaj që s'punon diella fare. Shihni pra çfarë diferencë të madhe kemi ne me vendet e rajonit. Ata punojnë, nuk shesin tangërllik, nuk bëjnë show në përbot me parat e taksapaguesve të tyre. Ndërsa Rama bën tangërllik, bën show në përbot dhe vjedh edhe ato që do me majtë si simbol, që e krijoi si simbol gjoja për tu duk në përbot, edhe ato përfundoi në një kështu në një vjedhje ordinere, që si jep parat e imazhit asaj aktores nderuar, e cila ka shku tani ka bë dhe padi në gjykatë. Kjo është diferenca pra, diferenca mes vendeve që kanë qeveri të përgjeshme, që punojnë për qytetarët e tyre, dhe diferencë, po kanë edhe popull në fakt, dhe diferenca mes një qeverie arrogante, sigurisht e dal nga gjiri këtij populli, por që të themi të vërtetën edhe e ka vjedh këtë popull, e ka nënshtru, e ka përzon nga veni, edhe tani tallet e i bi Berihajt vërdall. Edhe ky është edhe shpjegimi pse rreth protestuesit e kur i shkojnë aty përpara, i bëjnë gjë, i kap ndaja, se është jacarum. Po i fut ujë ajo propaganda e ka rënu fare që kur ka Endri Fuga. Kjo që mori tani, që mori nga çimi kjo, si e pati emrin kjo, Jonida. Jonida të vetëm gjatë që ka fillu me punu, kishtë nxjerrë atë zeqinen, thoshte zeqinen, ja fëmijët e vegjël i përdorin për gjujt gur atje, zeqinen, bora muzhaqin. Pra shumë primitive në komunikim deri tani, ta shohim atutje se ç'do bëjnë. Por shifeni diferencën. Si e përdor teknologjinë një shtet i huj, le që po i del boja herë nëpër mediat ndërkombëtare, po shkruajnë gjitha po tallin me nderën me atë, diella e Ramës, diella vjedh. Diella vidhet vet. Pra e vuri atë për të vjedh, po e vodhi dhe diellën vet, i vodhi fytyrën aktores shkret, si jep lekët. Pra ky është një edhe të qash edhe të qeshësh në fakt, se ca gjëra dhe i kemi hak na si popull, por që duhen thënë që kush ka mend kokë ti shoh. E kam edhe për juve që jeni fanatike, që vini këtu më sulmoni mua, kujton gjithë më radhë. Futuni shihni si e përdor inteligjencën artificiale Maqedonia e Veriut, si e përdor Kosova, si e përdor Serbia. Ju lutem shumë, shihni edhe si përdoret në Shqipëri. Shkoni kërkoni një tapitoke, shkoni në çështje kadastre, shkoni kërkoni dokumentat tuaja personale, kujtun ç'a keni letra që i merrni nga e Albania, nga diella. Edhe shihni u a jep apo s'u jep. Kaq është diferenca, domethënë thjesht bëni këtë gjë që të kuptoni
Edhe se harrova, lexojeni vetë ato, se mos duket se është me letër e ka shkruajt ajo zonja Padi, që e padit që nuk I japin parat të drejtave të imazhit, sipas kontratës, e kam bërë vetë kontratën. Pra duhet me vjedh, me nxjerr atë dhjam edhe nga pleshti, si I thon fjalës në mënyrë metaforike, por edhe me një gjë që deshën me e kriju vetë si simbole, si inovacione, kujtun gjithë me radhë. Edhe degraduan për 3-4 muaj kanë degraduar, kanë rënë pikën më të fundit mundshme. Ja, kjo është Shqipëria. Asgjë nuk prodhon. Ne nuk prodhojmë asgjë. Shqipëria nuk prodhon asgjë. Edhe këto fasonat që prodhojnë I çojnë jashtë, se edhe ato po e mbyllën se I kanë ngjeshëm taksa këtu. Zero. Vetëm gjë që prodhojmë na, e ka thënë ajo që e ka emrin si ilaç rrobash, ajo Milva Ikonomi. Edi Ramën kemi prodhuar na. Se tha është brand ndërkombëtar, Edi Rama është brand çmenduria. Është brand ndërkombëtar Edi Rama, tha. Vetëm gjë që kemi prodhuar në 13 vjet, 14 vjet është vetëm Edi Rama.